Fituesja e disa medaljeve në Kosovë, Shqipëri dhe në arenën europiane, e vetmja sportiste që ka përfaqësuar Kosovën në 2 lojra olimpike, e aktualisht e renditur e dyta në botë në sportin e boksit, Donjeta Sadiku, ndodhet prej 3 ditësh në Vlorë. Bokseria kosovare ka zhvilluar seanca servitore së bashku me sportistët vlonjat, duke dhënë kontributin e saj e duke ndarë eksperiencën me boksierët e rinj. Në klubin flamurtari prej kohësh servitet edhe boksieria Esmeralda, një nga sportistët premtuese të këtij ekipi. Donjeta Sadiku, si dhe Esmeralda, theksojnë se këto ditë kanë shërbyer jo vetëm për shkëmbim përvoje, por edhe për përgatitjen sa më të mirë për aktivitetet e rëndësishme ndërkombëtare që i presin në vazhdim. Na se 3 ditë gjendemi këtu në Vlorë në klubin e boksit flamurtare, ku në zbashku me trajnerën tim Mariola Sallauka dhe 2 bokserët e klubit tim, Ulem Sadiku dhe Mensur Shabone. Kena zhvillu stërvitje së bashku dhe kemi shkëmbyer eksperiencat tona, ku ne si bokser na ndihmon shumë që të përgatitemi dhe të jemi në një formë sa më të mirë në garat e ardhshme. Tash po pres lojat mesdhetare, ku është e vetmja medalje që nuk e kam karrierën time, po besoj shumë që edhe këtë medalje t'ja sjell Kosovës, po shpresoj shumë që edhe Shqipëria të ketë ndonjë medalje nga kjo garë. Kemi 3 ditë që jemi duke kryer stërvitjet përbashkët me klubin Uniteti dhe fal trajnerit tim Gzim Zeneli, i cili ftoi këtë klub së bashku me trajnerin e Kosovës Mariola Sallauka dhe kampionen Donjeta Sadiku. Është me të vërtet një eksperiencë edhe një vlerë shumë e madhe cilat na kanë nderuar, kanë ardhur në Vlorë dhe jemi duke kryer këtë stërvitje. Sepse një kampione si Donjeta Sadiku, e cila është kualifikuar 2 herë plot olimpike, është me të vërtet një inspirim dhe na inspiron çdo ditë për të arritur, pse jo edhe unë atë qëllim. Trajnerja e ekipit kombëtar të Kosovës në boks, Mariola Sallauka, si dhe trajneri i ekipit të boksit të flamurtarit dhe i kombëtares shqiptare Gzim Zeneli, e vlerësojnë këtë stërvitje të përbashkët si një mundësi shumë të mirë për të rritur cilësinë e sportit, por edhe për të përmirësuar nivelin e boksit të 2 vendeve. Unë jam trajnere e kombëtares e Kosovës, edhe kam sjell Donjeta Sadikun, e cila është e dyta në botë, është medaliste botërore, medaliste europiane, 2 herë pjesëmarrëse në lojra olimpike. Kjo përgatitje na ka shërbyer për Donjetën, por edhe për mua personalisht, për me njoft më mirë profesorin Gzim Zeneli, të cilin e kam njohur si emër shumë të madh, i cili ka nxjerrë boksiera shumë të mëdhej për kombëtarën e Shqipërisë, por gjithashtu e kam respektuar shumë për punën e tij, por tash më e respektoj edhe si person edhe për njerin që është. Kështu që duhet me falenderuar shumë për mikpritjen që na ka bërë këtu dhe po besoj që tash më kemi me pas një bashkëpunim edhe më të madh mes Kosovës dhe Shqipërisë. Ishte një ftesë nga ana ime si trajner, njëkohësisht dhe nga klubi flamurtarit, nga Elona Merkaj, për të bërë kryer këtë bashkëpunim, me qenë që boksierja kosovare është një emër i madh dhe eksperiencë e saj ndërmjet Esmeraldës dhe asaj është një anë pozitive për të ngritur nivelin e asaj dhe bashkëpunimit. Ishte një kënaqësi e veçantë se ne jemi në prag dhe të lojrave të mesdhën muaj shtator dhe kampionatit evropian, që brenda 2 muaj kemi 2 evente tepër të rëndësishme dhe kjo vleu ky bashkëpunim për të qenë sa më pranë dhe do të shkojmë ne përsëri në Prishtinë. Tu kthejmë vizitën, do të vinë ata përsëri që ta kemi edhe 15 ditë më vonë në një takim më të shpesht për të sjelloj medalje në kombin tonë Shqipërisë, njëkohësisht dhe Kosovës. Shumë shpejt sportistët do të përballen me sfida të rëndësishme ndërkombëtare, mes tyre lojrat mesdhetare dhe kampionati evropian i boksit, ku synohen medaljet dhe rezultatet sa më të larta nga sportistët shqiptar dhe ata kosovar.